Mirë se erdhët në kanalin ton Amras Creativity. 6 shtyllat e imanit. Selam aleikum. Paqja dhe mëshira e Allahut qofte mbi ju, fëmijë të dashur. Pas 5 shtyllave të Islamit, tani do të mësojmë për 6 shtyllat e imanit. Themelet e besimit që çdo musliman duhet t'i ketë në zemrën e tij. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë në hadithin e Xhibrilit: Imani është të besosh në Allahun, në melekët e tij, në librat e tij, në të dërguarit e tij, në ditën e gjykimit, në caktimin e tij, të mirën dhe të keqen. Transmeton Muslimi. Ne të besosh Allahun. Ne besojmë se Allahu është Zoti ynë, krijuesi i çdo gjëje, i vetmi që meriton adhurimin. Ai nuk ka shok, nuk i ngjan askujt dhe askush nuk është i barabartë me të. Kur themi La ilaha illallah, ne dëshmojmë se vetëm Allahu meriton të adhurohet. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ilahukum ilahun wahid. La ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim. Allahu thot në Kur'an: Zoti juaj është një, Zoti i vetëm. Nuk ka të adhuruar tjetër me të drejtë përveç tij, mëshiruesi, mëshirbërësi. Surja El-Bekara, ajeti 163. 9. Të besosh në melekët. Melekët janë krijesa që Allahu i ka krijuar prej drite. Ata nuk hanë, nuk pinë dhe nuk i kundërshtojnë kurrë urdhrat e Allahut. Disa prej tyre janë Xhibrili, sjellë shpalljen, Mikaili, kujdeset për shiun dhe bimët, Israfili, do të fryjë suren, dhe Meleku i vdekjes merr shpirtërat kur të vjen koha. Çdo njeri ka gjithashtu 2 melekë pranë vetes. Njëri që shkruan veprat e mira dhe tjetri që shkruan gabimet. Librat e shpallur. 9. Të besosh në librat. Allahu ka zbritur njerëzve libra për t'i udhëzuar në të vërtetën, Teuratin, Zeburin, Injilin dhe librin e fundit, Kur'anin. Kur'ani i u zbrit profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam dhe është i ruajtur nga Allahu deri në ditën e gjykimit. Librat e mëparshëm u ndryshuan nga njerëzit, por Kur'ani është i mbrojtur dhe i pandryshuar. Allahu thot në Kur'an: Inna nahnu nazzalna adh-dhikra wa inna lahu lahafizun. Ne e zbritëm Kur'anin dhe ne jemi ata që e ruajmë atë. Surja Hijr, ajeti 9. 9.4. Të besosh në të dërguarit. Allahu ka dërguar pejgamberët për t'i udhëzuar njerëzit në adhurimin e tij. Ne i besojmë të gjithë pejgamberët pa përjashtim, që nga Ademi alayhis salam e deri në Muhammedin alayhis salam, i cili është i fundit dhe vula i pejgamberëve. Allahu thot: La nufarriqu bayna ahadin min rusulihi. Allahu thot: Ne nuk bëjmë dallim mes asnjërit prej të dërguarve të tij. Surja El-Bekare, ajeti 285. Allahu thot: Ne nuk bëjmë dallim mes asnjërit prej të dërguarve të tij. Surja El-Bekare, ajeti 285. Besimi në ditën e gjykimit.
Nën 5. Të besosh në ditën e gjykimit. Një ditë, Allahu do t'i ringjallë të gjithë njerëzit. Atë ditë do të peshohen veprat tona dhe secili do të shpërblehet ose të ndëshkohet sipas asaj që ka bërë. Xheneti është për ata që besojnë dhe i binden Allahut. Zjarri është për ata që e mohojnë dhe e kundërshtojnë atë. Prandaj, duhet të mundohemi që të bëjmë çdo ditë vepra të mira, që peshorja jonë të jetë e rëndë me mirësi. Nën 6. Të besosh në kaderin, caktimin. Ne besojmë se çdo gjë ndodh, e mirë apo e vështirë, është me dijen, shkrimin, vullnetin dhe krijimin e Allahut. Allahu di gjithçka, para se të ndodh, e ka shkruar në librin e tij dhe ndodh vetëm me vullnetin e Allahut. Kjo na mëson të kemi durim kur na ndodh diçka e vështirë dhe të jemi falënderues kur na jep të mira. 6 shtyllat e imanit janë: besimi në Allahun, në melekët e tij, në librat e tij, në të dërguarit e tij, në ditën e gjykimit, në kaderin, caktimin e tij. Fëmijë të dashur, kush i beson këto shtylla me zemër të sinqertë, ka imanin të vërtetë dhe zemrën e ndriçuar me dritën e Allahut. Ju falenderojmë për vëmendjen. Për më shumë video, bëni like dhe subscribe në kanalin ton Amras Creativity. Besim dhe edukim. Teksti punuar me kujdes, pedagogji, Besiana, Amras Creativity. E kontrolluar me miratuar nga mësuesja Adelina Kuqana. Lexoje Amra Kusumi. Dizajni grafik Amras Creativity Arena.